Përshëndetje të nderuar shikues, po ritakojemi sot me gjurmët për të filluar javën me një temë që ka bërë mjaft buj javën që lam pas. Gjuha e përdorur në kuvend ka rikthyer përsëri vëmendjen tek niveli i debatit parlamentar. Pasi seanca që e pam pak ditë më parë u shoqërua me përplasje të ashpra me akuza dhe ofendime personale mes deputetëve. Në vend të argumenteve dominuan replika të rënda, duke ngritur edhe pikpyetje serioze mbi mënyrën se si zhvillohet vetë debati në institucionin më të lartë ligjvënës në vend. Ngritën shumë akuza, shumë debate të ashpra, shumë fjalime, të cilat ngritën edhe shumë mendime në opinionin e gjerë publik, reagime edhe nga partitë politike, por edhe nga qytetarët, ku thanë se gjuha e përdorur ishte e papërshtatshme dhe denigruese. Të ftuar sot për të diskutuar më gjerësisht për këtë çështje kam nën kryetare në kuvendin, zonjën Suzana Saliu, mirë se erdhët në Alsat. Si e vlerësoni gjuhën dhe nivelin e debatit në këtë seancë parlamentare? Unë do të kisha dashur të kishim një uvertyrë sot më pozitive për parlamentarizmin e Maqedonisë, por fatkeqësisht kjo nuk është parlamentarizëm, kjo i ka tekalu ato, si më thonë, sjelljen e parlamentarizmit, dhe mund të themi lirisht se këto janë paraqitje skandaloze të deputetëve. Unë do të kisha thënë se nga të gjitha funksionet politike, funksioni i deputetit është funksioni më pozitiv, është funksioni më i pastër, më i çiltërt dhe funksioni më i ndershëm, funksioni më pak i korruptuar ose fare i korruptuar. Sepse deputeti e ka armën e vetme që e ka për t'i tregu opinionit, si përfaqësues i popullit, për t'i qajt hallet e opinionit, për t'i qajt hallet e popullit para opinionit, e ka fjalën. Arma më e mirë e deputetit është fjala, me një mendim i mirë, një fjalim i mirë. Unë nuk e di kur për herë të fundit kemi pas një fjalim që mbahet mend të deputetëve, jo vetëm të deputetëve shqiptar, por në përgjithësi të deputetëve. Sepse deputeti mund t'i thotë të gjitha mund t'i thotë në mënyrë të mençur, në mënyrë të urtë dhe pa ofenduar dhe pa në përkëmbur dinjitetin e njëri tjetrit. Këtu nuk kishim vetëm fyerje, këtu kishim, si më thonë, ofendime deri në palc ndaj njëri tjetrit. Personale. Unë kam shumë keqardhje për këtë që ndodhi. Sepse deputeti përfaqëson popullin. Tani ne që e pam këtë hyrje, pyetemi, kënë përfaqësojnë këta deputet, me këto fjalime kaq të rënda, me këto ofendime kaq të mëdha. Mu nuk më përfaqësojnë. Jam e bindur se dhe ti nuk të përfaqësojnë. Mund të themi se këto nuk janë deputetët tanë rase sillen ashtu, deri në palc të ofendojnë njëri tjetrin. Nuk e di, çudeshën gjithë këto muskuj, gjithë këto ofendime, gjithë këto them ofendime të rënda deri në palc. Njëri shko kështu, sikur diçka personale kanë ndaj njëri tjetrit. Sa ka degraduar komunikimi parlamentar krahasuar me vitet kur ju ishit pjesë në drejtimin e kuvendit? Dgjoj, çdo deputet ka atë mallin e vet për përbërjen parlamentare që ka qenë pjesë asaj përbërje. Por unë mendoj se asaj kohe përbërja parlamentare ka pas një cilësi më të lartë, ka pas një nivel debati më të kulturuar, një debat më intelektual, edhe lirisht mund t'i them asaj përbërje se ka pas përbërje intelektuale. Edhe pse edhe ne atëherë ka pas fyrje, ka pas ndoshta edhe sharje ndaj njëri tjetrit, por jo deri në këtë mas sa që dy deputet shqiptar deri në palc ta fyjnë njëri tjetrin, kështu deri ta trondisin moralin e njëri tjetrit. Sepse duhet ta kemi parasysh se ajo femër është bia e dikujt. Ndoshta është edhe grua e dikujt, motër e dikujt, nën e dikujt, por duhet ta kemi parasysh se edhe deputeti është biri i dikujt, është burri i dikujt, është baba i dikujt. Por atë shumë të kujdesshëm duhet jemi se çka përcjellim, sepse një mendim i mirë i deputetit, një fjalim i mirë i deputetit, i deputetes, mendoj se mund ta relaksoj situatën shumë në terren. Mendoj se një mendim i mirë i deputetit, një fjalim i mirë i deputetit mund bëj çuditëra në terren, ta relaksoj shumë ambientin ku sillemi dhe ku veprojmë. E gjithë kjo situatë disi nxiti reagim si në diskursin politik? Vetëm unë desha
të kthehem përsëri te përbërja që unë kam qenë pjesë e asaj përbërje parlamentare, se ne atëherë kishim një synim shumë, një prioritet, një synim shumë të rëndësishëm që gjuha shqipe të avancohet. Unë si nënkryetare e parlamentit asnjëherë nuk kam udhëheq me seancat. Vetëm e vetëm pse nuk kisham drejt të udhëheqin gjuhën shqipe dhe pasi unë desha dal prej asaj blokadës, prej vetë blokadës partisë, si më thanë, me një farë mënyre. Edhe i ushtrova gjitha ato teknikat se si duhet të udhëheqi, edhe u morëm vesh me kryetarin se duhet të udhëheq. Mirë, por momentin e fundit u tërhoqëm. Tham nuk është ose shqip ose fare, sepse nuk kishte kuptim deputetit flet shqip, kryetari i komisionit flet shqip, ndërsa kryetari i seancave plenare mos flet shqip. Kur e kishim Zavencin, jo kryetari i atëhershëm të flasë shqip për shembull, për Zavencia kishte drejt të flasë shqip. Këtu nuk mungonte, si më thonë, përkufizimi kushtetues, nuk mungonte përkufizimi ligjor. Këtu mungonte vetëm vullneti politik. Prandaj, të pasurit vullnet politik ndryshon shumë gjëra. Vullneti politik, kur kemi vullnet politik, mund shkojmë përtej. Mund shkojmë përtej kushtetutës, përtej ligjeve, përtej ngushtësisë tonë që e kemi në shpirt dhe në zemër. Atëherë të tilla raste nuk mund të themi se janë komplete izoluara, apo janë raste specifike se i kemi parë të ndodhin në vazhdimsi. Ka pasur raste që kanë shkuar edhe në alternime fizike. Mendoj se ka pas paraqitje skandaloze. Ka pasur vazhdimisht. Por paraqitja më skandaloze për mua ka qenë rregull tu deputetëve është shtëpia e deputetëve. Parlamenti, Kuvendi i Republikës Maqedonisë Veriut është shtëpia e përfaqësuesve të popullit. Por unë kam përjetuar shumë keq kur ministre e financave ofendoi aq rand një deputete të opozitës, një deputete maqedone të opozitës. Për mua, për atë vlerësimin tim, ajo deputete është ndër deputetet më të urta dhe më të mençura dhe më të matura. Se si ofendoi aq shumë ministre e financave, atë deputete, e preku thellë kështu në atë privatësinë e saj e preku. Se gjoja ajo nuk ka drejt të flet për fëmijët, sepse ajo nuk pas ka fëmijë. Ajo nuk ka drejt flet për familje, sepse nuk qenë ka e martuar. Domethënë të tilla raste janë përsëritur në vazhdimsi. A mund të themi se janë... Edhe ajo ka qenë një fyerje shumë e rëndë. Fyerja më e rëndë ka qenë sepse ekzekutivi vjen çortor në shtëpinë tënde. Sepse ekzekutivi jep raport para parlamentit. Nuk jep kuvendi, nuk jep deputeti raport para ekzekutivit, para ministres. Ministra jep deputet jep raport para kuvendit. A mund të cilësohet kjo si gjuhë urrëties apo thjesht një debat jashtë për politik, të gjitha këto që i kemi parë? Gjuhë urrëties, unë për veten time nuk dua të pranoj se kam brenda urrëtie. Unë mund të kem ndonjë revolt, mund të kem ndonjë mlef, por urrëtia se si, nuk guxojmë ne të kemi urrëtie ndaj njëri tjetrit. Sepse politika nuk është urrëtie. Politika është garë, është rivalitet, është ide, është projekt, si me thonë. Edhe deri në atë mas ne të përpiqemi, të ofendojmë njëri tjetrin, vetë se do të dalim para opinionit. Tani ne pyetemi, çka përfaqësojnë këta deputetët? Unë përsëri e pyes, çka përfaqësojnë këta deputetë? As se si popullin. Populli jonë është i urtë, populli jonë është i artë, i paqët, populli kërkon mençuri, urtësi kërkon. Për atë them se ato nuk janë deputetët që i kërkon populli dhe që përfaqësojnë popullin. A kemi mungesë të etikës edhe kulturës institucionale në vend, marrë parasysh Ndiqon e përsëri jemi në kuadër të parlamentit jemi, sepse prej vitit 2018-2019 funksionon edhe kodi i sjelljes etike të deputetëve. Ki kod para shef edhe disa qortime, si me thonë, disa dënime të vogla për deputetin. Sa mire parasysh këto kur ndodhin të tilla raste? Asesi. Në kod kemi punuar edhe ne atëherë në vitet 2011-2013, mirë po nuk arritëm që ta kodifikojmë deri në fund, nuk arritëm që ta aprovojmë, mirë po te kodi kanë punuar jo vetëm deputetët të gjitha grupave parlamentare, por kanë punuar edhe ndërkombëtarët që të kemi një kod të sjelljes morale të deputetëve. Me këtë kod, lartë ngrihet ajo komunikimin mes deputetëve, vlerësohet ai komunikimi i ndërsjellë i deputetëve,
deputeti, kur t'i drejtohet deputeti, duhet t'i drejtohet me respekt të ndërsjell. Duhet t'i drejtohet me dignitet personit tjetër që është deputet. Mirë, por këto ne nuk i kemi. Unë dje pyeta në parlament, i kam ato lidhjet e mia, si me thonë, asnjë procedurë nuk është zhvilluar në bazë të kodit të etikës. Që ato deputet që e kanë të kaluar atë sjelljen normale, atë sjelljen adekuate, si me thonën, që nuk e pranon parlamentarizmi, nuk ka asnjë procedurë nuk është zhvilluar. A procedurat janë të lehta, nuk janë ku me ditë, sepse kemi shkelje të lehta. Shkelje të lehta, për shembull kur deputeti kërcen nga vendi, i hudh ndonjë fjalë, mirë po seanca vazhdon. Fjalimi i deputetit vazhdon. Ndërsa kemi shkelje të rëndë, kur ofendimet ishin sikur kalojnë në nivel tjetër. Sikur që i pam shembullin. Nga përvoja juaj, sepse keni një përvojë të madhe pikërisht në kuvend, ku është ai kufiri mes kritikës politike dhe fyerjes personale, sepse ne shpesh harrojmë se në kuvend je oponent politik, po nuk do të thotë që je oponent në aspekt personal. Mendoj se është e natyrës mashkullit, të jenë pak më agresiv, të jenë pak më, si më thonë, më arrogant. Sepse ta kemi parasysh sepse ambienti parlamentar, ambienti politik është i pamëshirshëm. Nuk ka mëshirë aty, të brillat, të stërkëmzat, të ato njëri tjetrit t'ja vjen ato, ta taktizojnë njëri tjetrin. Aty nuk ka mëshirë, ajo është ambienti pamëshirshëm. Mirë po, duhet femra për të qenë deputete e mirë, nuk do të thotë se duhet ta imitoj mashkullin. Ajo duhet të jetë vetvetja. Femra i ka vlerat e veta. Femra e ka mençurinë, e ka urtësinë, e ka humanizmin vete, e ka atë se në shtëpinë e saj ku është rrit ka qenë për herë ajo që e ka zbukuruar atmosferën, nuk e ka dëmtuar atmosferën e shtëpisë. Po kjo nuk do të thotë që duhet të ketë role gjinore në institucion të tillë, për shkak se nëse jenë burr nuk do të thotë se ta arsyetohet. Jo, absolutisht nuk arsyetohet. Absolutisht nuk arsyetohet. Këtu janë të kalu, mund të themi, ne tani mund të flasim për pakulturë parlamentare, për një mungesë kulture parlamentare, për një mungesë kulture të komunikimit mes deputetëve. Në këtë rast pati edhe komente që u lidhen drejt për drejt edhe me gjinin, siç është komentuar në mbar opinionin publik. A mendoni se kemi ende elemente të seksizmit në debatet parlamentare? Unë nuk... Tani elementet të seksizmit kemi, por Parlamenti i Maqedonisë veç ka dëshmuar se femra është pjesë përbërëse e Parlamentit të Maqedonisë. Edhe atë femra e përfaqëson në mënyrë dinjitoze atë elektoratin që i rrin para. Edhe që i rrinë mbrapa, dhe kjo që e udhëheq atë elektorat me një farë mënyre. Këtu ishte një, nuk e di, të gjithë kemi ditë këqija, gjithë kemi ndonjëherë që nuk na shkon dita, na ka ndodhur diçka, ndonjë mlef thash edhe në fillim, ndonjë revolt, ama ofendime deri në atë shkallë, që nuk durohen as familje, as në familje, si kanë reagu familjet atë natë, të dy palëve. Une u habita pse kryetari i parlamentit, i cili mendoj se është një figurë e pranueshme nga gjitha grupet parlamentare. Çdo herë me sjelljet e veta është kështu i urtë, është gjithëpërfshirës, nuk është iritues. Pse a ditë nuk e ndërpreu seancën? Sepse kryetari i parlamentit, si mbajtës i rendit të seancave parlamentare, aja ditë duhet ta gjenë shkatësinë edhe ta nuhas se ajo do të eskaloj deri në atë mënyrë. Ato fyrjet dhe sharjet mes deputetëve do të kalojnë deri në atë kufi. Sepse deputetët meshkuj duhet ta kenë qartë se çdo i treti deputet është femër. Do të thotë ajo është e rregulluar me ligj. Por atë them këtu nuk mund të flasim për seksizëm, sa mund të flasim për gjendjen personale të secilit deputet. Po shpesh përmendet se fakti që gratë përfaqësojnë kuvendin, shpesh ka të bëjë edhe me atë kvotën gjinore që është e patjetërsueshme që të ketë një numër të caktuar të grave. Unë për herë kthehem në atë përbërjen time parlamentare dhe unë nuk kam qenë si kvota atëherë, por kam qenë si person. E këtu dhe shtadal, si janë gratë në politikë sot? Jo, unë mendoj se atëherë kemi qenë na 5 femrat grupit parlamentar të Bashkimit Demokratik për Integrim, edhe mendoj se secila
meriton një vlerësim. Kanë qenë me të vërtet prej familjeve të mira, kanë qenë shumë të edukuara, kanë qenë shumë të shkolluara, kanë qenë intelektuale të vërteta, edhe me çdo debat që e bëshin shumë me mençuri dhe shumë me urtësi. Sa e vështirë ka qenë t'jesh grua në parlament dhe të përballesh me këtë gjuhë? Jo, grua nuk ka qenë vështirë. Unë askund nuk e kam pas vështirë pse kam qenë grua dikund. Ati vështirë se bryllat punojnë në politikë, shumë. Ti ndjehesh ati ndonjëherë sikur mesin e ujgjve je. Mbrenda ati taborit tant, mbrenda asaj tufës tande. Unë them se ambienti politik është shumë i pamëshirshëm. Ati nuk ka pardon, ai e mashkull, ai e femër, secili lufton për ato minutat e veta për opinion. Ati ke pas njëri që vetëm ka ardhur, ka dhënë një deklarat për 2 minuta, që opinioni ta shef, edhe pastaj ka shkuar edhe më kushtësia ka pa. Por ka pas deputet që tërë ditën kanë ndetë në seanca, ka kontribuar në debat, e ka mbajt frymën e debatit në mënyrën më dinjitoze për grupin parlamentar, edhe askush nuk ka raportu për atë. E këtu të kjo puna e skandali që ndodhi mes 2 deputetëve shqiptar. Njëri i opozitës, njëri i pozitës. Këtu mendoj se u desh të reagohet edhe jo vetëm nga grupet parlamentare. Këtu u desh ketë reagim nga vetë populli me një farë mënyre. Mirë, por nga ana tjetër kur mendoj, populli është kurreshtar. Populli ka qef ndigjoje kësi skandalesh. Populli ka qef qohe se hirë me një farë mënyre. Po se hirë nuk shifet në atë që të përfaqëson. Ajo nuk është, ai se hirë bën për unë nuk dua të bën se hirë deputeti mu që më përfaqëson. Edhe deputetja mu që më përfaqëson. Nuk dua të bëjnë se hirë para opinionit. Dhe opinioni të knaqet me ta dhe më falni shprehje ta përdori këtë fjalë se nuk e përdori asnjëherë, të zgërdhihet me ta. Si funksionojnë mekanizmat për të mbrojtur sadokudo dinjitetin e deputetëve? A ka mekanizmat të mjaftueshëm e ta respektohen ato mekanizma? Jo, mekanizëm për ta respektu deputetin, respekti ndërsjellë është vetë deputeti. Nuk ka në mekanizëm tjetër, nuk ka mekanizëm tjetër. Duhet shumë të kujdesshëm të jemi se kënd e kemi deputet, kënd e propozojmë për deputet. Shumë të kujdesshëm duhet të jemi. Çfarë pasqyre japin të tilla skandale? Një intelektual i vërtet, një deputet i qytetërum, një deputet i edukum që ka dhe kulturë familjare, dhe kulturë pedagogjike, dhe kulturë qytetare, unë mendoj se asnjëherë nuk do ta merrte guximin që të ofendoj një deputet tjetër. Sepse për kësaj distancë, unë tani kur e shoh atë përbërjen tonë parlamentare, unë kur kam qenë pjesë, unë mendoj se nuk ja ka vle ofendimet të përdorin për njëri tjetrin. Me siguri shumë vetë që kanë përdorur ofendimet tani turprohen. Ju vjen keq. Kanë keqardhje. Është diçka momentale ndoshta. Po çfarë pasqyre le kjo për politikën e përgjithshme dhe për se shumë qytetarë shprehen edhe një lloj interesimi për atë se po si do të reagojnë edhe pale Maqedona, se çfarë pasqyre po japim ne si shqiptar kur i kemi në institucionin më të lartë ligjvënës këta deputet që neve vetë i kemi zgjedh e që po zihen me njëri tjetrin. Jo, këtu nuk mund të kritikojmë, ne flasim tani për ato mlefin, për atë, si me thonë, përleshet mes deputetve, ato përleshet skandaloze me fjalë mes deputetve. Nuk flasim për deputet Maqedon ose për det shqiptar. Para 2-3 ditë vendodhi me deputetët shqiptar, nesret mund ndodh me një deputet Maqedon dhe shqiptar, pastaj mund ndodh një deputet Maqedon me Maqedon, dhe në thotë kjo nuk ka, kjo as gjini nuk ka, as nuk ka përkatësi etnike. Sigurisht. Por është që të vihet një 2-3 minuta skandaloze t'i ketë në opinion. Unë këtu, jo se tham kam vëri që për punën e gazetarit, asi si për punën e mediume, sepse unë vetë kam qenë medium, kam punu edhe atë kërcimin e parë që e kam pas për shoqëri e kam pasën nga mediumet, se më kanë përkra shumë. Mediumet ndoshta nuk duhet fare që apin rëndësi këtine skandaleve. Sepse ato kur të ta shohin se askush nuk ju ka bë famë, nuk i ka afirmue për atë punë. Atëherë ju thoni që të tilla raste bëhen për të marrë vëmendje nga opinioni publik? Jo, ato nuk janë bë për atë, por nuk e kanë kontrolluar veten. Ndoshta të ditë e kanë pas ditën pak ma, por mendoj se një intelektual i urtë,
i mençur, i kulturuar, nuk do të vepronte ashtu. As te njëra palë, as te tjetra. Një tjetër element që është përmendur në këtë seancë janë edhe këto çështjet fetare. Sa problematike është përfshirja e çështjeve fetare në debate të tilla? Po shif, ajo gjuha koc nuk ka në parlament. Tani çdo kush e zgjedh atë mënyrën se si do të preke më shumë. Edhe në opinion, edhe te personave që ju drejtohet, për më shumë të opinionit. Këtu çështjet fetare ne tani sa e krytëm Ramazanin. Edhe unë në bisedim me kolegët e mi, me miq dhe shokët e mi që i kam, mikeshat e mia që i kam, fillum me një farë mënyre pak të qeshemi, edhe ju tham disa funksionarëve tonë politik, ju tham mulla politikanët. Sepse më shumë kanë postu në lidhje me fenë, thuhet se ato vasin duhet ta bëjnë, ato duhet ta predikojnë fenë. Po ne kemi hoxhallar, si me thonë, që e bëjnë atë punën e vetë, e kryjnë në gjuhën shqipe, në gjuhën që i kuptojmë, që ja përshtatin vasin edhe kohës bashkohore. Edhe sikur disi u teprua me ato iftaret në rregull që i organizun. Mirë po, pse aq shumë laft për iftaret? Edhe secili mundohi që del sipërfaqe përmes iftarit. Unë këtë shoh si dështimi profesional, dështimin institucionin ku merr pjesë, ku është emëruar, ai është anonim në ata anën profesionale, edhe tani do ndale prej asaj përmes iftareve, dhe pse kur gjo nuk kam kundër iftareve. Sigurisht, po të tilla tema ndoshta nuk duhet përmenden në shumë mirë që po organizohen iftare edhe me maqedonët edhe me shqiptarët, ne kemi një vojtë, ne edhe pse jemi shekullor, ne nuk e njohim njëri tjetrin sa duhet. Edhe ato, asgjë të keqe nuk ka për iftaret përbashkëta, edhe për një përjetim të atill të përbashkët, sepse iftari është kulminacioni i muajit shenjtë Ramazanit. Sigurisht, po ndoshta siç e thash edhe më herët, e tilla tema janë më specifike dhe më të ndjeshme dhe nuk duhet domosdoshmërisht të përmenden në folklorën e parlamentit. Nuk mund të thuash se pse ka ofenduar në baza fetare. Ka drejt deputeti. Por unë mendoj se kur vjen puna të vendimmarrja në parlament. Parlamentarizmi, jo vetëm parlamentarizmi i Maqedonisë, po gjitha parlamentet bashkohore i kanë dhuruar një dhuratë shumë të çmueshme deputetit, që ai mund vendos, mund vetoj, mund votojmë në bazë bindjes së lirë të tij. Ajo është një liri, ajo është një hapësirë për deputetin, që nuk duhet çdo herë që përmbahet, për shembull, atine direktivave partijake. Për shembull, rritja e rrogës minimale. Këtu çka ka partijet? Këtu bindja personale e deputetit duhet luajë rol, për shembull, ose shtrejtimi dy tarifan energjetik, e shtrenjtë e lirë. Çka ka këtu deputetit përzihet? Ose për shembull për abortin, çka ka këtu partia të marrë qëndrim, a kupton? Këtu është bindja personale. Por fatkeqësisht kjo shumë pak përdoret, shfrytëzohet kjo e drejt, kjo dhurat e parlamentarizmit, a unë mund të lavdrohem se e kam përdorur shumë. Kam pas bindjet e mia. Bile edhe kam pas lavde, sepse ata në kolegët deputet, grupit tim, thoshin Suzana, ti ma tepër neve kështu na duhesh, se sa të kishe qenë gjithë me një zë. Sigurisht, ndonjëherë ai mendimi vetanake bën ndryshimin. Të ndalemi pak edhe tek mesazhi që u jepet qytetarëve, për shkak se në fund të ditës deputetët përfaqësojnë zërin e qytetarëve, dhe çfarë mesazhi po ju jepet atyre kur shohin të tilla skandale të ndodhin në institucionin më të lartë ligjvënës? Dgjoj, paraqitjet skandaloze të deputetëve, mesazhin e kanë vetëm negativ? Nuk ka mesazh aty për popullin. Ato në rasti i dërgojnë mesazh popullit ashtu, do të thotë se populli ka gabuar me ta. A ndikon kjo në besimin e qytetarëve ndaj institucioneve? Populli nuk ka gabuar, populli ka kryer punën e vet, por atë unë mendoj se ndoshta duhet kemi ndryshime edhe në kodin zgjedhor. Duhet mendohet për cilësinë e ngritjes profesionale, intelektuale, kulturore të kandidatëve që dalin për deputet.
Të tilla raste të përsëritshme, më janë bërë të mërzitshme, do të kisha thënë në kuvend, të tilla raste skandaloze, a dekurajojnë ndoshta të rinj që pas nesër të marrin pjesë në politikë, për shkak se jo gjithkush dëshiron të jetë në atë frym, në atë energji. Dgjoj, femra mendoj se dekurajohet. Femra dekurajohet sepse nuk do të jetë pjesë, ajo nuk do të jetë dëshmitare e atij komunikimi jo kulturor, aq tulët, aq primitiv. Por ajo nuk do të jetë edhe pjesë e ambientit. Nuk do të jetë pjesë e atij ambienti aq agresiv, aq arrogant. Por këtu është e keqja, pse femra, pse mos të fus femra një bukuri, një urtësi, edhe një hieshi në parlament. A këto janë karakteristikat e vetme që Pse femra muskujt tregon? Femra nuk ka nevojë ta imiton mashkullin. Femra në politik duhet të jetë vetvetja. Edhe në rast ajo arrin me vetveten, ti arri qëllimet si politikane, unë mendoj se atë femër nuk ka fuqi që e ndal edhe që e zbraps. Ndërsa rinia duhet kenë ëndra më shumë. Rinia nuk duhet drojnë prej politikës. Rinia duhet të jetë shumë aktive. Rinia duhet të ketë ëndrat për tej horizonteve, për tej politikës, për tej parlamentit, për tej gjithçkaje. A janë të tilla sjellje, ndoshta siç është komentuar nga disa qytetarë, strategji për t'ju shmangur debateve reale mbi çështje më të rëndësishme që duhet të bëhen? Defokusim do një thoni. Defokusim po. Defokusim ka, sepse kemi varfëri. Varfëria po përhapet. Nga viti 2001, nga pandemia, ne nuk mund ta ngrejmë kokën, por kjo i vetmi kështu ngushëllimës, sepse e ndajmë fatin me atë fatin global të popujve të tjera. Kështu kjo është problem global. Sigurisht. Për ndryshe është defokusim, sepse kemi çështje shumë më rëndësi. Për shembull, deputetët tanë, tani ne kemi shumë më rëndësi çështjen e provimit jurisprudencës. Ajo shumë çështje më rëndësi. Por rini inkurajoj ata student që kërkojnë që provimin ta japën gjuhën shqipe. Edhe nuk heqin dorë as pak. Jo, absolutisht nuk duhet të heqin dorë. Sepse të qëllimi do të arrijë vetëm aq që ka qëllim. Këto kanë qëllime të pastërta, qëllime të qarta. E dinë çka kërkojnë, edhe unë mendoj se këto do të arrijnë që provimin ta japin në gjuhën shqipe. Shpresojmë shumë se kjo është një iniciativë që e kanë filluar me ndonjë iniciativë që duhet t'ju urohet studentëve. Edhe këtu unë mendoj se duhet rrinë larg profesorët, duhet rrinë larg edhe politikanët. Kjo iniciativë ta çojnë deri në fund vetë studentët. Edhe besoj se me atë vullnet kjo do të arrijë. Sepse ashtu sikur ne që kishim atë prioritetin, atë strategjinë kryesore që seancat parlamentare të udhëhiqen gjuhën shqipe, edhe u arrit ajo, edhe tani më kërkon ato nuk e habisin. Kur kush nuk reagon ndaj asaj. I vëmë dëgjuesit rase domin dëgjojmë, rase nuk domin dëgjojmë. Po, me telefonat me veti i kemi nga mos. Unë mendoj se këta student, sepse nuk është e përkufizuar, këtu vetëm vullneti politik mungon. Të dhënia e provimit jurisprudencës gjuhën shqipe mungon vetëm vullneti politik. Një vullnet politik që mund shumë të relaksoj situatën. Jo, jemi drejt fundit, do të marrim edhe disa mendime, komente nga ana juaj, zonja Suzana. Sa funksional është kuvendi aktualisht, edhe apo miratojnë ligjet, se tani ne janë bërë shumë, me debatë mirëfillt apo vetëm formalisht, siç e përmendëm edhe më herët? Jo, unë mendoj se në seancat parlamentare fare nuk ka debat. Se shumë ka rënë cilësia e debatit parlamentar. Kemi ligje shumë të rëndësishme, kemi ligje reformuese, që Unioni Evropian i pret nga ne të bëjmë reforma të mirëfillta, jo reforma vetëm sa përsi e faqe, por reforma që të ngjallin debate, reforma që kuvendi do të organizon debate ndryshme, jo vetëm në kuadër seancave parlamentare, jo vetëm në kuadër të komisioneve, por edhe debate ku do të thret ekspert, sepse nuk mundemi ne të ndryshojmë ligjet edhe të luajmë mos rapalla me ligjet, vetëm sa përsi e faqe, pse i kërkon Evropa. Ligjet, ne ndryshimin e ligjeve duhet ta bëjmë ne për qytetarët tanë. Shihen më thellësisht. Për qytetarët tanë, që mos vim me një pozitë që çdo vit të ndryshojmë ligjet. Njëherë në debat parlamentar, kur isha antare e parlamentit, i pata njeh ligjet për ndryshimin e ligjit për marrëdhëniet punës. 30 herë ishte ndryshuar ligji. Asnjë jurist nuk është në gjendje të gjendet rase 30 herë ndryshon një ligj. Aty duhet më t'i krejt ligjin e ke ndryshe. Prej aty në leckave ti s'mundesh
deportojsh në ligj. Edhe një koleg turk atër pa tha ta jap dorë dhe se i pas ke njeh shumë mirë. Si ke pas durim, tha ti njehish ato. Po çfarë ligji është ajo? Edhe çfarë kushtetuta ajo që ndryshon për shembull për ditë? Kushtetuta një herë për gjithmonë vjet, parimet mirë duhet mendohen. Mirë duhet mendohen. Unë mendoj se për të përmirësuar debati parlamentar, sjellja parlamentare, për të qenë shembulltyr parlamenti, sepse parlamenti është ajo lokomotiva që i çon gjitha proceset. Parlamenti është shtylla kryesore e një shteti. Parlamentarizmi, mendoj se duhet ti filtrojmë më tepër kandidatët që dalin kandidat për deputet. Pastaj mendoj se ndoshta duhet mendohet edhe për ndryshimin e kodit zgjedhor, edhe pse gjithë kërkojmë ndryshimin e kodit zgjedhor, kërkojmë pak ai sistemi i shumicës, ma shumë kandidat kemi drejt për zgjedhje, mirë po flasim, pastaj kur vjen puna të ndryshimi nuk kemi kurfar ndryshimesh, por unë mendoj se gjithçka i ka rrënjët të edukata. Gjithçka i ka rrënjët të edukata, edhe një funksionar i mirë, edhe një gjykatës i mirë, edhe një prokuror i mirë, edhe një mësuese i mirë, edhe një profesor i mirë, i ka rrënjët të edukata, të profesionalizmi. Unë mendoj se edukata lun rol edhe në korrupcion. Rase ne jemi të edukuar si duhet, atëherë edhe nuk do të korruptohemi. As nuk do të korruptojmë askënd, as nuk do të kishim njerëz të korruptuar nëpër institucione. Do ta përmbyllim me kaq se mesazh më të mirë nuk do të kishit mund të jepini. Faleminderit shumë që ndat kohën të ishit sot me ne. Ishte kënaqësi, faleminderit shumë. Kënaqësi edhe për ne. Shikues të nderuar, neve këtu do ta përmbyllim këtë bisedë. Për t'ju lënë takim nesër me kolegen time Erën. Deri në takimin tonë të radhës, bashkë mirupafshim.